Territori shqiptar për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira dhe reshje të dobëta shiu kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me intervale me reshje shiu në jug dhe bregdel. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat 7 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.